Unë mendoj se atëherë nuk ka pasur dhe informacione dhe për shembull në rastet kur dikush preke nga ankthi në kohë më parë, thoshte që si jam mirë sot, do kem diçka, po unë jam i fortë dhe gjëra të tilla nuk i jepni rëndësi. Ndërsa sot që po i jepet rëndësi informacionet që janë në rrjetet sociale i bëjnë të rinjt dhe që të drejtohen në psikolog dhe të marrin ndihmën e dur. Ndërsa prindrit tanë asnjëherë nuk i jepni shumë rëndësi shëndetit të tyre. Mund ta bëjmë një baraz, pra përjetim mund të jetë ankthi në mënyrë se i marrim afër zemrës shumë momente ose i përjetojmë le të themi që nga fëmijëria deri në momentin kur rritemi. Dhe i gjen këtë gjë më shumë tek vajzat apo tek djemt? Duke parë klientët që më vinë, më shumë kam parë që janë vajzat. Dhe nuk mendoj se janë më shumë të prekura vajzat, por janë vajzat ato që drejtohen më së shumti për të marrë ndihmën, ndërsa djemt vazhdojnë akoma me si kanë rritur prindër që ti je djalë, i fortë. Dhe shoh që kur më vinë djemt në klinik, shpesh herë thonë që po ja erdha thjeshta për të shprehur, po si më ndodhi kjo mua, pse jam kaq i dobët, çfarë po ndodh me mua, edhe nuk duan që të shprehen shumë sepse mendojnë se ndoshta do etiketohen si të dobët. Por ankthi nuk është dobësi. Ankthi duhet që ta theksoj këtë. Ankthi gjithmonë vjen për të na dhënë një mesazh neve që duhet të ndryshojmë diçka në stilin tonë të jetesës, se duhet të ndryshojmë diçka tek vetja jon. Sepse ankthi nuk është armiku jon. Shpesh herë ne ankthin e shohim si armik për ta luftuar, por ai nuk është për të luftuar. Ai na jep shumë mesazhe. Po, na jep paralajmërime për të ndryshuar diçka në stilin tonë të jetesës ose mënyrën e të menduarit. Sepse personat që janë overthinker janë ata që preken më së shumti nga ankthi, sepse krijojnë shumë skenare, mendojnë gjithçka, analizojnë gjithçka. Edhe pa ndodhur pra. Edhe pa ndodhur fillojnë edhe. Po, sepse ankthi ky është, edhe pa pasur një rrezik real, ti fillon që ta krijosh atë. Dhe ta mendosh dhe mendojnë sikur këto mendime që të vinë janë fakte, por në të vërtetë janë thjesht të ankthit që ti do të jesh vigjilent dhe mos të ndodhi asnjë gjë. Lorika, po me çiftet të martuarish mbase që të drejtohen, vinë tek ty që mund ta kenë të dytë njëjtin problem ose mbase mund ta ketë njëri prej tyre. Ka momente tek të cilat çiftet le të themi debatojnë ose kanë një mungesë përputhshmërie për shkak të këtij problemi në veçantë? Që mund të drejtohen tek ty dhe mund të kenë probleme me ankthin mbase të dy në një çift. Nuk para më ka ndodhur që të kenë çifti, njëri prej tyre mund të ketë pasur ankth, jo të dy, por kam vënë re që partnerët janë shumë mbështetës. Sidomos tek do thoya që rrezikojnë marrëdhënien e tyre, por jo. Jo, nuk rrezikojnë, janë vërtet shumë mbështetës, edhe madje janë ata që i nxisin partnerët ose partnerët e tyre për të ardhur në terapi edhe për të marrë ndihmën. Dhe nga ana tjetër më pas besoj që pas një pune shumë të madhe me këta individ që vinë tek ty, arrin që të jenë më vitale dhe të kenë mundësi që ta kenë kaluar këtë situatë. Apo kanë pasur mundësinë që ta kenë kthyer në këtë bashkëjetesën që unë thash në fillim të emisionit. Si ke parë? Po, mendoj se ndonjëherë individët mësohen me ankthin dhe ndoshta ka raste kur kërkojnë ndihmë, por ka raste që mendojnë që është mjaftueshëm mbështetja e partnerit dhe u duket sikur mësohen me këtë, por duke kaluar kohë ankthi bëhet më i fortë. Merren medikamente për ankthin? Po, është një pjesë e trajtimit, por nuk është psikologu ai që jep medikamente. Në momentin kur psikologu e shikon të nevojshme që ankthi po bëhet shumë i fortë, simptomat janë shumë të forta, drejtohen tek mjeku dhe vetë mjeku psikiatër pastaj u rekomandon medikamentet. Por është e rëndësishme sepse shqiptarët shpesh thonë po pi medikamente dhe nuk më duhet me psikologu. Por sa mund të ndihmojnë medikamentet sepse e gjithë ankthi ka të bëjë me vetë ne. Është ndjenjë e brendshme. Po, është ndjenjë e brendshme dhe pavarësisht se ti merr medikamentet, është shumë e nevojshme që edhe të bisedosh me psikologun, të mësosh teknikat e menaxhimit, të ndryshosh diçka në stilin e jetesës. Prandaj ato janë dy gjëra që shkojnë paralelisht. Sa shpesh ndodh që tikin të marrin mjekime pa pasur nevojë për recetën e mjekut, pra të marrin mjekime sepse e kanë dëgjuar nga të tjerët, sidomos njerëz qetësuesit të cilët ne i dëgjojmë shpesh që janë qetësues për gjumë që janë tejet të përdorur edhe lehtësisht i japin edhe në farmaci pa patur nevojë për recetë. Pra sa të shpeshta të ndodhin raste që vinë dhe thonë kam marrë mjekime për një kohë të gjatë pa pasur nevojë për mjek edhe pastaj drejtohen tek ti. Po, pra ka shumë raste që marrin medikamente si fillim shqiptarët duket sikur po i bien shkurt duke marrë medikamentet. Ndoshta edhe nga turpi për të shkuar. Po. Ose ndoshta edhe për të kursyer vetes kohë ose para, sepse më ndodh që edhe kur vi në klinik më thonë që të lutem më jep ti medikamente që unë mos të vi më për seancë apo të bie shkurt të pi ilaçet edhe ndoshta ato më qetësojnë. Po.
por që unë mendoj që hapi parë është të drejtohesh te psikologu dhe jo të marrësh medikamentet. Pavarësisht se medikamentet janë ndihmuese, por janë në rastet kur ti ke vërtet nevojë. Pse duhet të marrësh medikamente kur ti simptomat e ankthit i ke lehtësisht të menaxhueshme? Në qartë. Vete bën ndonjëherë teknikën me kaq shumë raste sa të vinë në klinikë. Të ndodh që ta kapësh veten duke bërë ti teknikën për ta menaxhuar le të themi gjithë situatën, sepse ka një ngarkesë të madhe edhe për ju psikologët më vete, rastet e shtuar kaq shumë. Po, do të shpesh që edhe unë bëj teknikën e primare, sepse ngarkohem, sepse psikologu ka nevojë edhe vetë për psikolog. Ndoshta shqiptarëve u duket për të qeshur, por është diçka, po, është e vërtetë sepse edhe psikologu ngarkohet. Edhe ndonjëherë klientët më thonë, po pse edhe ti stresohesh, edhe ti mërzitesh, po edhe psikologu vetë është njeri. Dhe unë shpesh herë përdor teknikën e frymëmarrjes, sidomos të folurin pozitiv, sepse ka momente ku edhe unë ngarkohem kaq shumë, jo vetëm nga puna, por edhe nga situatat që më ndodhin në jetën e përditshme, dhe e përdor më së shumti këtë të folurin pozitiv.